Ministri Brendshëm Besfort Lamallari në një konferencë për mediat foli mbi rëndësinë e negociatave, sigurinë dhe luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit. Ai tha se është ngritur një zyrë dedikuar, njësi që do të ketë në fokus të përditshëm çështjen e drogave në një mënyrë më të gjerë. Mëtej shtoi se është bërë progrese në ndryshimet e kodit penal. Policia e shtetit, theksoi Lamallari, është në gatishmëri për sigurinë dhe Shqipëria është në fazën më të avancuar për në Bashkimin Evropian. Observatori kombëtar i drogave, njësi e cila do të ketë në fokusin e punës përditshme, pikërisht për te përpjekjeve të zbatimit të ligjit, por edhe koordinimin e informacionit dhe marrjen e politikave të duhura bazuar në informacion, më tepër edhe në këndvështrim të shëndetit publik. Pra duke trajtuar çështjen e drogave sikur më parë në Shqipëri, edhe një çështje që shkon për te arrestimeve, që është punë e përditshme e policisë, por edhe një çështje që ka të bëjë me rehabilitimin, me trajtimin e personave që kanë varësinë e drogave. Nga ana tjetër, siç ju e dini, kemi bërë progres në kuptim të ndryshimeve në kodin penal, të cilat në muajin janar kaluan, duke adresuar kështu një kërkesë të vazhdueshme të Bashkimit Evropian për adresimin dhe bërjen pjesë integrale të kuadrit ligjor vendas të 7 direktivave, të cilat lidhen me çështje shumë të rëndësishme, si nga që kanë të bëjnë me trafikimin e armëve, trafikimin e qenie njerëzore, mbrojtjen e të miturve nga abuzimi online dhe offline, kryesisht shfrytëzimi seksual, por edhe çështjet që lidhen me trafikimin e drogave dhe aspektet të sigurisë kufitare të tjera. Lidhur me njoftimin e ambasadës amerikane për sulme të mundshme nga Irani në drejtim të Shqipërisë, Lamallari u shpreh se policia e shtetit dhe strukturat e tjera përkatëse prej kohësh kanë rritur vigjilencën dhe forcuar masat që pas përshkallëzimit konfliktit në lindjen e mesme. Policia e shtetit është me masa të shtuara sigurie në këto vendodhe të cilat konsiderohen me rëndësi kritike për sigurinë e tyre, dhe kjo ka ndodhur shumë kohë më parë, duke marrë në konsiderat gjithë zhvillimet në lindjen e mesme. Nga komunikimet që kanë patur me përfaqësues të zyrës së sigurisë së ambasadës, është konfirmuar se ky është një lajmërim standard që është bërë edhe në vende të tjera të botës, përfshi edhe të Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër, ata vlerësojnë bashkëpunimi dhe angazhimi i qeverisë shqiptare dhe i policisë së shtetit për masat e shtuara që kanë marrë jo vetëm ditën e djeshme, por prej kohësh tashmë. Larg komenteve nuk qëndroi as protesta e opozitës, ku Lamallari tha se sulme të tilla dënon sipas ligjit për ata persona që rrezikojnë jetën e qytetarëve dhe të efektivëve të policisë së shtetit. Të gjithë ata që në mënyrë flagrante shkelin ligjin, cënojnë jetën dhe shëndetin e policisë së shtetit, punonjësve të policisë, të cilët janë aty thjesht për të garantuar rendin dhe sigurinë, duhet përballen me pasojat e ligjit. Qoftë ta nxitës në rolin e nxitësit, në rolin e organizatorëve apo në rolin e ekzekutorëve. Për fatin e keq, ne kemi dëshmuar në protestat e fundit se teksa numri i mbështetësve e atyre protestuesve sipas ligjit paqësor e tjerë reduktohet, shtohet numri i molotëvarëve apo atyre që nuk kanë të bëjnë fare me protestuesin, nuk kanë të bëjnë fare me aktet civile, qytetare, me shprehje një mendimi ndryshe, por kanë të bëjnë haptazi me persona të cilët sillen në mënyrë të kundërligjshme dhe janë thjesht subjekte të organeve të ligjit dhe të hetimit. Prej 6 muajsh në Shqipëri qarkullimi i monopatinave është i ndaluar, ende nuk ka një hartim të një nismetre ligjore për të rikthyer në qarkullim, tha ministri i pyetur nga gazetarët. Monopatinat e sekuestruara nga shteti do të rikthehen vetëm atyre individëve që do të paraqesin certifikat pronësie. Nga miratimi atij urdhri deri pra efektet që ai dha, 6 aksidente krahasuar me 2500 është një shifër e cila vërtet është kokfort dhe duhet marrë në analizë të kujdesshme për çdo sugjerim apo hap të mëvonshëm. Që do të thotë, të gjithë ata deputet që pretendojnë që janë të shqetësuar lidhur me këtë, nuk mund të sillen sikur kjo nuk është e pranishme. Kjo shifër është domethënëse dhe duhet marrë në konsiderat, sepse mund të rregullosh
pritshmëritë e atyre 1300 e sa të cilat janë ende të sekuestruara, por pa dokument pronësie. Numri 1 i Ministrisë së Brendshme refuzoi të bënte komente mbi çështje konkrete lidhur me kriminalitetin dhe ecurinë e hetimeve për zbardhjen e atentatit të ndodhur në Rinas nëntorin e kaluar, apo për fatin e Ervis Martinaj, i zhdukur pa gjurmë që prej vitit 2022.